ju jeni më të mirë dhe më të mirëve dhe shikoni më larg se gjithë të tjerët. Dhe kjo fal përpjekjeve tuaja, fal investimit tuaj, fal dijeve që keni fituar me përkushtim, me sakrificë. Dhe kjo nuk përfaqëson thjesht një krenari vetëm për ju, për familjet tuaja, por përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të gjithë shoqërinë tonë që të ecë më shpejt dhe të arrijë shumë larg se sa është sot. Kemi nevojë absolutisht të tërheqim dhe të rikthejmë në vend shumë për atyre të cilët kanë studiuar jashtë, por pas një diskutim kemi nevojë të përkrahim më të mirët e më të mirëve që kanë studiuar këtu dhe që janë në gjendje të konkurrojnë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në Europë. Kujtimet na çojnë në dhjetojnë e vitit 90, kur ka ndodhur një ndryshim shumë i madh në Shqipëri, por dihet që nga dhjetori atëherë deri te dhjetori që jemi ne tani, Shqipëria mund të kishte ecur shumë më shpejt përpara. Ka qenë një tranzicion i vështirë, një tranzicion i gjatë, një betejë midis dy sistemeve, midis dy epokave, po sidomos midis dy mentaliteteve dhe kulturave të ndryshme. Dhe unë jam i bindur se Shqipëria do të ecë më shpejt duke ecur me ritmin tuaj, me ritmin e 20 vjeçarëve që shikojnë vetëm drejt së ardhmes. Në stadin aktual që është vendi, në situatën kur jemi në pritje të statusit, më shumë se sa të gjithë të tjerët, rëndësinë përfitimin e integrimit e din shkollat e larta, e din universitetet, kanë detyrën të kontribojnë në procesin e integrimit të bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë, por kanë njëkohësisht edhe përfitimin më të madh në raport me gjithë kategoritë e tjera në kuadrin e këtij procesi.